Sot du t'i drejtohem kësaj sale me një pamje shumë thjesht, por ironikisht e fatkeqësisht shumë, domethënëse për realitetin e politikë tonin, atë të Don Kishotit, jo si figurë e letërsisë, po si një metaforë politike, sepse për fat keq, shteti ynë, shoqëria jonë, republika jonë, ka një kohë që po udhëhiqet jo nga arsyeja, por nga një realitet paralel që e sheh vetëm një njeri politik në vend, Albin Kurti. Për ju të pushtetit që bërtisni deksa flasim një këtu, që leximin nuk e keni pasur as dëshira as qëllim, e duket as obligim, Don Kishoti është një nga personazhet më të famshme të letërsisë botërore, një figurë komplekse, idealiste, tragjike, shpeshherë dhe thellësisht komike. Pra një figurë tragjiko-komike. Sikurse Don Kishoti i Cervantesit, edhe Albin Kurti i Vetvendosjes, zhdohet çdo ditë, çdo mëngjes në një botë që ka kriju vetë. Dhe në atë botë, Albin Kurti i Vetvendosjes sheh dhe krijon veç kundërshtar. Kundërshtar që duan ta kthejnë Serbinë Kosovë, në thotë kreve. Edhe ty, general Hadrxhonaj, edhe ty Ramosh, edhe ty Fatmir, edhe juve burra gra që keni luftu për lirinë e Kosovës. Pra gjithë ne në këtë salë duhet ta kthejmë në realitetin e Albin Kurtit Serbinë Kosovë. Kundërshtar që duan ta bllokojnë Kosovën, vendin ton, vendin ku për dallim prej teje, ne i rrisim fëmijët tonë këtu, Albin. Pasurinë më të madhe që e kemi. Pra ne duhet ta bllokojmë edhe këtë vend, të fëmijëve tonë. Kundërshtar tjerë që punojnë ditë e natë pa ndërprerje që këmës me pas sukses. Po, pra, këta kundërshtar janë edhe në parlament, edhe në parti, edhe në gjykat, edhe në prokurori, edhe në media, edhe në shoqëri civile, janë besa brenda vendit e jashtë vendit edhe tek aleatët tonë. Në vend se të merret e përballet me realitetin e vendit, vend se të merret e përballet me ekonominë që është rëndu e ka ngecur si asnjëherë më parë, me barrën e madhe të familjeve tona, të punëtorëve tonë, vend se të merret me izolimin që na i ka mbyll dyrt me një botë të tonë e po na kthen Kosovën në një vend të zymt, vend se të merret me skandalet e mëdha korruptive që i sillen rreth rrethit tij, fat familjarëve, por që në thelb gryejnë besimin e qytetarëve në gjithçka që sot duket si shtet. Ai ka zgjedhur ndërtoj përballje shpikura me mullin terës, me asnjë problem real të Kosovës. Sepse temat që i prekin qytetarët tonë nuk janë as qëllim as prioritet të tij. Po të ishin, do të ishin zgjidhur. Ose të paktën do të ishin provuar të zgjidheshin. Fundja, ai që ka breng blokadën, ai që ka breng krizën, nuk i shpenzon 15 ditë kot, 15 ditë vlefshme para krizës, për të ardhur në rezultatin e njëjtë, pa vota për shumicë. Por ai që do kundërshtar, që do shfaqje teatrale, që do skenë, që do mullin të erës, sikurse Don Kishoti, ashtu dhe Albin Kurti, pret tension, pret përplasje, pret konflikt. Sepse në eksistencën tënde politike, Albin Kurti nuk de e nuk do të jeton pa kontrast politik. E krijon këtë kontrast, e ushqen këtë kontrast, punon dhe jeton për këtë kontrast, sepse pa të s'bën asgjë, s'ec asgjë, s'është asgjë. Dhe sot e shohim këtë ditë kështu, merren si të tillë, një shfaqje teatrale jo për qëllim të zgjedhjeve të problemeve, po për material elektoral të një fajsimi që na prodhon kontrast. Një njeri me apetit pa kufizuar për karrike, çuditshme,
Një njeri që është në gjendje të bllokojë gjithë Republikën e Kosovës për 10 muaj rresht, të rënojë secilën vlerë demokratike, shtetare, kushtetuese, morale të këtij vendi. Një njeri që është në gjendje me shfrytë gjithë helmin, gjithë pezmin që ka, kundër kolegëve të vet, partive të tjera, qytetarëve të vet, për një karrike, so e pa dinitetshme. Sho të rrethuar, si kurse Don Kishoti, me Sancho Pancho, që duart trokosin, të justifikojnë çdo dështim, që të shenjë çdo fantazi që e ke, vetëm për të ruajtur privilegjin e vogël tyre me plas plurit tonë. Dhe këta Sancho Pancho janë gjendje të na shpenzojnë edhe 15 ditë. Ka të tillë që na i marrin 15 ditë. Dhe na vinë na mbajnë fjalime këto se duhet votojmë për të mirën e Republikës. Dhe ata jetojnë në një vend paralel, në një botë paralele, ku nuk e ke të qartë më se janë brengat e njëjta, faktit e njëjta, qëllimet e njëjta. Dhe ja ku jemi sot, me një vetë humbur, me 15 ditë tjera me vedije se rezultati do të jetë i njëjtë, pas një komunikim ndërpartijak, me imponim të plot, me vedije të plot për të prodhuar kontrast. Dhe me një shfaqje teatrale si kjo sot këtu, me një çmenduri të vitit 2025 që du të mbyllim. Kosova nuk duhet, dhe ju them se s'duhet mbahet me peng i udhimit imagjinar. Nuk mund qeveriset as me fantazit një njeriu, e me përplasje shpikura, tradhtarësh, patriotësh, bllokuesish e punuesish. Teksa njerëzit tonë janë hall, vendi ynë është pa paqartësi. Vendi Republika e Kosovës nuk duhet lidhë në durë të atyre që luftojnë me mulliere dhe ndjekësish që shkojnë pas. Prandaj, sot, në emër të LDK-s, le ta mbyllim këtë seancë me një vërtet thjesht dhe një thirrje të madhe. Koha e Don Kishotëve, Sancho Panchove duhet të mbarojë në Kosovë, duhet përfundoj sepse Kosova nuk është novel e një njeriu me fantazi. Kosova është republikë, Kosova është përgjithësi, Kosova është detyrim, jemi shumë ma shumë se sa që janë këta, le të bëmi gati për zgjedhje, le të japim fundin e merituar një propagande populiste, le të japim dritë Republikës Kosovës. Ju faleminderit shumë.